Përshëndetje, Esselamu Aleikum, paqja qoftë mbi ju, të nderuara motra të grupit të Salavatit. Sot kemi përfunduar para disa dite 120.000 salavate, Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed wa ajil farajahum, për shpirtin e Imam Mehdiut, duke lutur Allahun që sa më shpejt të na vijë Imam Mehdiu që të vendos drejtësi në neve. Përndryshe të nderuar miq, ju që jeni në TikTok, në Facebook, ju njoftoj se në numrin tim personal të telefonit 044 509 200 mund të lajmëroheni, vetëm shkruni kush dëshiron mu kyç te grupi në WhatsApp i Salavatit, jeni të mirë se ardhura, pra vetëm gratë. Dhe aty këndojmë salavate, këndojmë lutje dhe këndojmë gjithashtu qelime kush ka familjarët e smut apo kush ka dikon që i ka ndru jetë dhe dëshirojmë i këndus qelime la ilaha illallah Muhammed Rasulullah nga 72.000 herë. Gjithashtu ky grup nuk dihet ma vonë për shka na vlen dhe do t'ju njoftojmë. Pra edhe njëherë, kush dëshiron mu kyç te grupi i Salavatit, vetëm gratë, vajzat edhe gratë, mund të thirrni ose të shkruani në numrin tim telefonit në WhatsApp 044 509 200. Tani po i tërhekim pra këtë dhurat, përndryshe kjo dhurata jepet nga unë, pasi unë e kam hapë këtë grupin e Salavatit, si që po e shihni është një ram i vogël dhe mrenda është një zbukurim, një dekor që shkruan Ja Mehdi. Ja Mehdi përndryshe është e arit, ky zbukurim është i arit dhe është 24 karat. Tash ta shikojmë se kush e ka fatin për këtymve 15 zonjave që kanë arrit me këndu 120.000 salavate. Pra, po fillojmë me i vendos emrat në këtë vazo dhe pastaj do të bëjmë tërheqjen e lirë, kush e ka fatin e merr edhe këtë dhurat. Mirë po, nëse herën e kaluar, në salavatet e kaluara, për shembull ka fituar Munirja nga Rahoveci. E atëherë për Munirën, edhe nëse i bjerë kësaj here, nuk do ta ketë mundësin ta merr këtë zbukurim. Kërkojmë falje, po ashtu do t'jenë rregullat. Hajde vazhdojmë. Neriman. Po. Bënë pauzë. Po. Pra, Neriman ju fut, se era po frymtu në Ballkan, Nusreta prej Sarajevës, Drita prej Gjermanisë, Halidja, s'pi tregoj emrat, Halidja për Zejnebja prej Belgjikës, Myzaferja prej Gjermanisë, Imria prej Gjermanisë, Lendita prej Prizrenit, Fidahia prej Krushës Madhe, Subhia prej Krushës Madhe, përndryshe ne i njohim Binaqet, Alia prej Krushës Madhe, Ardita nga Macedonia, Menali nga Mitrovica dhe Shasia për kërkoj falje nëna e Arditës. Pra, këtu i kemi fut të gjitha, tani vazhdojmë me tërhek kush e ka fatin me fitu këtë dhurat, këtë dekor, Ja Mehdi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli walika al-Hujjat ibni al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abai fi hadhihi saati
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عاد بسم الله عاد كشكا فاطمة. Mizafere nga Gjermania, urime motra Mizafere. Për ndryshe Mizaferja është nga Presheva dhe jeton në Gjermani dhe ka fituar këtë dhurat. Selam ja Mehdi. Urime, motra të nderuara, edhe ju që nuk jeni në këtë grup, edhe njerë ju thëras për salavatet tjera që në numrin 044 509 200. Assalamu alaikum.